Ujori. Genialiteti është aftësia e përshtatjes emocioneve personale në eksperiencat e përditshme, ka thënë piktori francez Paul Cézanne, që edhe ai ka qenë një ujor. Çfarë mendon se ka dashur të thotë ujor, burë grua qofsh? Një interpretim për shembull mund të jetë që shumë prej nesh jetojnë e rijetojnë gjithmonë të njëjtat emocione dhe duke u përballur me eksperienca të reja komplet ndryshe nga ato që në të kaluarën që e kanë entuziazmuar të themi në të kaluarën. Një tjetër interpretim i asaj që Paul Cézanne ka thënë është për shembull që vështirë se mund të entuziazmohesh duke bërë gjithmonë të njëjtat gjëra të përditshme, por një gjeni këtë gjë mund ta bëjë. Duke u mbështetur në këto dy interpretime, besoj o ujor burra grua qofsh, se këtë javë deri nga fillimi i verës, ju me genialitetin tuaj do të keni ca emocione të reja. Ku? Nuk e di. Mbase në punë, mbase në familje, mbase në një lidhje të re për ata që kanë moshën, nuk e di. Këtë do ta shihni rrugës se ku do ta keni këtë gjë.